Ismet, a ekziston realisht, sepse shpesh e komentojmë këtë çështjen, po e përmend Visari, pra që për hatër, votojmë për hatër, edhe vota trashëguar, pastaj edhe për kështu, a ndikon pastaj kjo edhe që të vinë zotat e tilla, për shembull e shohim rastin në Prishtinë, sepse shpesh është diskutuar edhe pse Çeku është i Prizrenit, ka ardhur këtu që Euroni tash është i Prishtinës, u ka marrë për shembull njëjtë rezultat sa Çeku. Po, në Prishtinë është gore interesante për shkak se Prishtina është kryeqytet dhe ka një numër jashtëzakonisht madh banorëve dhe kemi prej gjitha qyteteve ndoshta që kanë ardhur më herët edhe janë vendosur në Prishtinë, nuk ka kur gjë të keqe. Mendoj që ajo që bën dallimin në Prishtinë është strukturimi i partive politike. Liga Demokratike ka një strukturim jashtëzakonisht të fuqishëm me deg edhe në ndeg, po ashtu e ka pas lëvizja vetëvendosje me rini, kështu që në ç't pikën e strukturimit në Prishtinë mendoj që ka ngecë PDK-ja, sa e ka pas të vështirë me i strukturu ndoshta degët edhe në ndeg në për lagjet e Prishtinës. Pra nëse ke full me lëvizjen vetëvendosje, e ke pas një njerin se cilën lagje, e ke pas një pikë orientuese, një koordinator, ose çka do që ka qenë brenda partisë. Njëjtë ka ndodhur edhe me Lidhjen Demokratike, nëse ke full për një lagje ose një fshat caktuar, ke pas një deg ose një ndeg ku je referu. Po nëse ke folë për Partinë Demokratike, për shembull në fshatra më të thella të Kosovës ose në disa lagje pak më të vogla, ke pas problem tani me kriju strukturimin e partisë kështu mbare mirë në gjithë Prishtinën. Që kjo është mendoj pika që e ka penalizu Euronin, për ndryshe e ka pas një fushat të jashtëzakonshme edhe herën e kaluar edhe këto zgjedhje, besoj që fushata Euronit nuk ka pas tri që nuk i ka dalë edhe në rrjetet